Rehabilitimi i kanaleve të ujrave të bardha të shiut, por dhe të atyre të larta, është në fokus të investimeve të pushtetit lokal dhe qendror në Vlorë. Në qytetin bregdetar, ka nisur tashmë zbatimi i një projekti, i cili konsiston në rehabilitimin e kanaleve kulluese të ujrave të bardha në zonën e shëtitores lungomare. Këtë të martë, firma e cila ka fituar tenderin për realizimin e këtij projekti, ka nisur nga puna për rehabilitimin e kanaleve të ujrave të bardha që gjenden përgjatë shëtitores së Vlorës, duke kaluar në Bregdet dhe më pas derdhe në det. Janë në total 5 kanale kulluese, të cilat derdhe në det, duke filluar nga hyrja e Lungomares pranë Hotel Bologna për të përfunduar në zonën e ujit të ftohtë. Kjo firmë e cila po realizon këtë projekt ka nisur punën për rehabilitimin e kanalit kullues pranë zonës së 7 pallateve. Sipas informacioneve të cilat kemi mundur t'i sigurojmë, bëhet me dije se të gjitha këto kanale kulluese do të rehabilitohen, por në pjesën e tyre të sipërme do të qëndrojnë të hapura. Sipas përfaqësuesve të kësaj firme, bëhet me dije se faza e parë e këtij projekti është pikërisht pastrimi në total i këtyre kanaleve kulluese, por më pas puna do të vazhdojë edhe në hapjen e të gjithë gjerësisë së kanaleve, ku do të realizohet projekti. Kanalet kulluese do të zgjerohen fillimisht për t'i hapur më pas rrugë rehabilitimit. Pjesët anësore të tyre në fazën e fundit të projektit, pasi të jenë pastruar, do të betonizohen për t'i dhënë një pamje krejt të re, por edhe funksionalitet më tepër. Gjithashtu, do të ketë betonizim edhe të pjesëve të poshtme të kanaleve, një model ky i përdorur edhe më pas në disa qytete të tjera, për të bërë të mundur që të jenë sa më rezistent. Do të ketë vendosur edhe një zgarë pritse prej hekuri, e cila do të parandalojë mbeturinat që vijnë nga pjesa e Kodrës apo ato nga kanalet kulluese që derdhen në det. Momentalisht është aprovuar sipas informacioneve rehabilitimi i kanaleve kulluese në zonën e shëtitores lungomare, por pritshmëritë e këtij projekti janë që në mënyrë të tillë të nisë rehabilitimi i të gjitha kanaleve kulluese në qytet, krahas funksionalitetit më të lartë që do të ketë në largimin e ujrave të shiut. Ky projekt do të ketë edhe një impakt viziv, pasi do të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e imazhit të shëmtuar që ka ofruar ndër vite shëtitoria e Vlorës.